Ish ministrja e jashtme, Elisa Spiropali, ka thyer heshtjen pas përplasjes së saj me kryeministrin Edi Rama, gjatë mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste disa ditë më parë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Spiropali shpreh zhgënjimin e saj nga sjellja e Ramës, duke theksuar se situata nuk është thjesht personale, por pasqyron një model ku arroganca dhe abuzimi po paraqiten si norma të pranueshme shoqërore. Ajo thekson se heshtja e saj nuk është mungesë përgjigjeje, por një mënyrë për t'i dhënë kohë së vërtetës të marrë formë dhe për të ruajtur kuptimin e përgjegjësisë. Spiropali kritikon një kulturë ku bindja dhe përshtatja shpesh vlerësohen më shumë se merita, duke zhvendosur politikën nga konkurrenca e ideve drejt një strukture të mbyllur, ku rëndësi ka sa përshtatesh, jo sa vlen. Sipas saj, kjo përkeqëson besimin në institucione dhe e bën fitoren të humbas për mbajtjen morale, duke e reduktuar në thjesht një rezultat që nuk reflekton dinjitet dhe drejtësi. Ajo nënvizon se debati publik po shtypet dhe frika po përcakton mënyrën se si njerëzit shprehen, duke minuar lirinë dhe hapësirën për reflektim.